si Netanyahu filloi këtë sulm kundër Iranit, pak Netanyahu, kryeministri izraelit, duke ditur që nuk ka mundësi dhe nuk ka kapacitet të mbrojë hapësirën e vet, qytetet e veta, apo... Ja, ta them tash të shpjegoj. Po, si e mendon? Se këtu kemi dhe profesorin e historisë që mund t'ja shpjegojë dhe më mirë nga ana historike. Atëherë kjo të kujton veprimin e Mussolinit në vitin 1940. Mussolini në vitin 1940 bëri të njëjtin gabim që bëri Netanyahu sot. Pra, Milejkovski, se Netanyahu e ka mbjemën e vënë, është polak, është nga ata që futet polonisë të ardhur, s'është as aty vendali. Është një llogaritje e gabuar strategjike totale. Edhe Mussolini e bëri në 1940 kur sulmoi Greqinë nga Shqipëria. Po kur nisi luftën e paqe nuk e dhe pastaj i kërkoi ndihmë baba Hitlerit. I thajte ndihmo se mbaruan. Edhe tashmë Netanyahu bëi të njëjtin kalkulim strategjik totalisht, mbi vlerësoi fuqinë e Izraelit, në vlerësoi fuqinë e kundërpërgjigjes të Iranit dhe nuk janë dhe nuk përveç që mbi vlerësoi vetveten sepse është një megaloman, skizofren dhe sociopat, sepse të vrasësh fëmijë dhe gra dhe të mburresh sepse po e bën këtë për çështje humane, pra kjo është skizofreni dhe sociopati totale dhe krim i papar. Dhe të njëjtën gjë pësoi, nuk është një paralel. Dhe të njëjtën gjë pësoi siç e pësoi edhe Mussolini. Pra nuk ka shtab, nuk ka filtra. Sot ndaq gjithë ushtria izraelite, gjithë shtabi izraelit, përfshi atë të NATO-s dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk kanë asnjë oficer, asnjë kapacitet të bëjnë, të planizojnë, drejtojnë dhe organizojnë një luftë në nivel operacional dhe strategjik, vetëm në nivel taktik. Dhe gjithashtu ndodhi ishte në nivel taktik, mjafton të shohësh Ukrainën dhe e merr vesh.